Në bibliotekën publike Marin Barleti të Shkodrës u promovua libri më i ri i studiuesit, poetit dhe pedagogut Vebi Miftari, Etnoletra Shqipe, një vepër e cila përmbledh hulumtimin e tij shumë vjeçar mbi raportin e letërsisë me etnokulturën dhe identitetin kombëtar. Autorit i janë dashur rreth 9 vite punë kërkimore për të mbledhur materiale duke analizuar teori bashkëkohore dhe duke ndërlidhur letërsinë me kujtesën. Libri është një përpjekje imja që të hap një dritare të re në studimin letrar, në studimet mbi letërsinë, duke qenë se përbën një studim ndërdisiplinar, në të cilin përveç dijeve natyrisht teorike ndërthuren edhe dije të tjera, parasish që thash ato filozofike, dijet sociologjike, kulturore e të tjera. Miftari, i njohur për veprat e tij studimore dhe kritike, aktualisht është pjesë e misionit diplomatik të Republikës së Kosovës në Vatikan, çka i shton dimensionin ndërkulturor dhe institucional punës së tij kërkimore. Në Vatikan ruhet, si më thënë, trashëgimia kulturore shpirtërore e një pjesë e madhe e trashëgimisë kulturore shpirtërore të botës dhe rrjedhimisht të qenit njeri i kulturës, njeri i letrave e bën shumë më të lehtë edhe punën në misionin diplomatik. Libri pritet të shërbejë si referencë rëndësishme në fushën e albanologjisë dhe kritikës bashkëkohore.